Përgatituni të prekeni thellësisht nga një akt i thjeshtë, por i thellë dashurie dhe besimi. Kjo histori zbulon thelbin e vërtet të sinqeritetit në veprat tona. Pas vdekjes së burrit të saj, një grua e përkushtuar i ruajti me kujdes të gjitha paratë. Qëllimi i saj i sinqert ishte të ndërtonte një xhami të vogël në një fshat të thjeshtë si një bamirësi të qëndrueshme për të. Ajo e ndërtoi atë pa bujë, pa emër, pa pllak. Kur u pyet për anonimatin e saj, fjalët e saj të fuqishme i honën: "Mjafton që Allahu e di se për kë është." Kjo na mëson se veprat e bëra vetëm për hir të Allahut, duke kërkuar vetëm kënaqësinë e Tij, nuk kërkojnë miratim njerëzor. Vlera e tyre e vërtet dihet vetëm prej Tij. Le të frymëzoj kjo veprimet tuaja. Përpiquni për sinqeritet në çdo gjë që bëni. Ndani këtë histori për të përhapur bukurinë e përkushtimit të bërë vetëm për Allahun.